Sporti dhe aktiviteti fizik rekreativ përmirësojnë dukshëm shëndetin e gjithë secilit person dhe e mbajnë më të balancuar jetën e tij. Specialisti i mjekësisë sportive, Dr. Vegim Peja, thotë se në Kosovë aplikimi i sportit rekreativ nuk është i kënaqshëm. Kjo për faktin se qytetarët nuk angazhohen sa duhet, edhe pse përfitimet e sportit janë shumë të mëdha, si në aspektin fizik ashtu edhe mendor. Në Kosovë mungon shumë. Popullata jonë është shumë pak e angazhuar në sport. Sporti, si veprimtari, ta quajmë ashtu, ndikon shumë, qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin mendor të njeriu, të trupi jonë faktikisht, ose njeriu si individ. Në aspektin fizik, sistemin kardiovaskular ka ndikim shumë të madhe. Forcon zemrën, përmirëson punën e zemrës, pastron enët e gjakit për shkak shpejtësisë qarkullimit, sistemin respirator rrit kapacitetet mushkërore, sistemet hormonale. Do të thotë, trupi si tansi ka benefite shumë të mëdha prej sportit. Rekreativ nuk do të thotë që duhet me qenë sport me karakter garus. Sigurisht. Po edhe në aspektin mendor, gjatë veprimtarisë sportive, gjatë aktivitetit sportiv rekreativ, lirohen endorfinat, siç e dim janë hormone për kënaqësisë, rritjes humorit, disponimit, ta quajmë ashtu. Gjumi bëhet më i rehatshëm, jemi më të qetë, luftojmë jo pse dojmë na, po vetë aktiviteti sportiv lufton stresin, lufton anktin, jemi më të qetë, jemi më të kënaqur, më të gëzueshëm. Andaj nuk do fjalë, është shumë e vërtetë që është ilaç shumë i mirë për gjendjen tonë psikofizike. Specialisti i mjekësisë sportive, Dr. Peja, gjithashtu vuri theksin edhe te ecja, që sipas tij është një aktivitet që nuk ka kosto fare. Aktiviteti sportiv më i miri, rekreativ jemi të folë, është ecja. Ecja s'kërkon pajisje, ecja s'kërkon investime. Një parë këput sporti të quajmë patika, si që kemi quajtur gjithherë, me një parë patika, me prap rroba sporti, trenerka që i quajmë neve, atleta, ti mundesh me zhvillu këtë aktivitet. Ecja ndikon shumë, ecja shpejt jemi duke folur për ecjen e shpejtë. Po, ecje sportive. Jo para panove dyqaneve me dale dur të gjepa, po ecje sportive. Me 40-50 minuta në ditë, ose 150-300 minuta në javë, një njeri që praktikon një ecje të shpejt, beso që ka benefite shumë të mëdha për sistemin kardiovaskular, pulmonar, respirator, për gjithë trupin e tij, po edhe mendërisht i ndihmon shumë. Kështu që nuk është ndonjë angazhim i madh, sa benefite ka shumë. E përveç ecjes, doktori vuri në pa dhe benefitet që njerëzit mund t'i marrin përmes vrapimit të lehtë, biçikletës apo notit. Vrapimin e lehtë, për ata që janë pak më të ri, e që ndihmon shumë edhe kjo në sistemin kardiovaskular, po ndihmon edhe forcimin e muskujve, forcimin e nyjeve, kështu që në aspektin shëndetësor ka shumë benefite. Bicikleta është një aktivitet tejet i mirë që e kisha preferu, sepse peshën e nyje kemi më të vogël me bicikletë, qarkullimi i gjakit është shumë më i shpejtë, ka benefite shumë të mira për organizmin tonë, për gjendjen fizike, po dhe thash parës mendore. Noti, po të kemi mundësi të merremi me not. Noti angazhon gjitha strukturat muskulare, gjithë sistemin muskular të trupit e aktivizon noti. Kështu që e kisha preferuar dhe notin shumë. Pas gjithë këtyre aktiviteteve sportive, gjumin do ta kemi më të mirë, më të rehatshëm, do të jemi më të qetë, më pak stres, sepse ditëve të sodit, po e dim gjithë jemi prezent pranë asaj se është jetë shumë stresuese për gjithë ne.
Aktivitetet rekreative gjithashtu ndikojnë edhe në ndërveprimin shoqëror, bashkëpunimin e miqësive të reja dhe shkëputjen për disa orë nga teknologjia, thonë profesionistët e fushës.